Bashkimi Evropian shpreu keqardhje të thellë për udhëtimin e udhëheqjes serbe në Moskë dhe pjesëmarrjen në shënimin e ditës së fitores në luftën e dytë botërore, një ngjarje që Rusia, sipas Brukselit, e shfrytëzon për qëllime propagandistike. Kjo është përgjigjja e Komisionit Evropian pas vizitës së presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në Rusi, ku është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Nga Serbia pritet të dëshmojë përkushtime të besueshme ndaj vlerave evropiane dhe ta bindë për orientimin e saj strategjik drejt Bashkimit Evropian, thuhet në një përgjigje me shkrim të një zëdhënësit të Komisionit Evropian. KE-ja nënvizon se të gjithë aktorët duhet të përmbahen në çdo veprim që mund të legjitimojë agresionin e Putinit kundër Ukrainës. Nëse dikush dëshiron të tregojë mbështetje për paqen, vendi i duhur për këtë më 9 maj është Kievi, jo Moska, thuhet në përgjigje. BE-ja thekson se ka qenë krejtësisht e qartë me partnerët e saj, përfshirë dhe vendet kandidate si Serbia. Marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të vazhdojnë si zakonisht me regjimin e Putinit, në kohë kur agresioni i tij ndaj Ukrainës është i paprovokuar dhe i pajustifikueshëm, përfundon reagimi i Komisionit Evropian. Vučić mbërriti në Moskë në prag të vjetorit të 9 majit dhe takimi i tij me Putinin është i pari që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të 2022-shit. Ai deklaroi para gazetarëve në Moskë se Serbia do të vazhdojë rrugën e saj evropiane dhe shtoi se nëse dikush duhet të paguajë çmimin e kësaj vizite, ai do të jem unë, jo shteti. Vučić tha gjithashtu se pret reagime të ashpra nga BE-ja për shkak të kësaj vizite, por se përgjigjja e tij do jetë e matur dhe serioze. Ai paralajmëroi se me Putinin do të diskutojnë ndër të tjerash për marrëveshjen e furnizimit me gaz dhe industrinë e naftës së Serbisë, e cila është në pronësinë ruse dhe gjendet në sanksionet amerikane.